Gjurmëdijesh, fletoret e para, ishte ekspozita që u mbajt në Muzeun e Arsimit në Korçë në kuadër të 138 vjetorit të çeljes së mosonjtores së parë shqipe. Koleksioni i kësaj ekspozite paraqet historinë e arsimit në qytetin e Korçës, ku përveç fletoreve u ekspozuan edhe regjistrat e shkollave fillore të asaj kohe. Koleksionisti Mirgen Shambli thotë se materialet që u ekspozuan datojnë nga viti 1925 deri në vitet 1990. Po, me rastin e 138 vjetorit të shkollës së parë shqipe, kam krijuar një koleksion me fletoret e vjetra në vite, që datojnë nga vitet 25 deri në vitet 90. Bile fletoria e parë që është në 25 investon 100 vjetorin. Koleksioni fletoreve është, më themi, mbi 200 fletore. Këtu janë 30-40 fletore janë ekspozuar sot. Gjithashtu përveç fletoreve kam krijuar edhe një kartolinë me tematikë me emisionin e 100 vjetorit të mësonjtores së parë shqipe, të cilën e ka emetuar Posta Shqiptare. Në një nga regjistrat e shkollës së vajzave, ndodhet edhe fletoria e jetës së shkollës, që daton në vitet 1867 para mësonjtores së parë shqipe. Në një nga regjistrat e shkollës fillore femërore, ndodhet edhe fletoria e jetës së shkollës, e cila daton në vitin 1867, do të thotë që daton para mësonjtores së parë shqipe. Një shkollë e dhuruar nga filantropi Anastas Lakça, ishte një shkollë kur mësonin, ishte shkollë mikse, kur mësonin vajzat dhe djemtë. Kjo ekspozitur mirëprit nga studiues, historian, arsimtar dhe qytetar të shumtë.